Komuna në të cilën ndodhet baza më e madhe ushtarake amerikane në Kosovë ka marrë masa për t'u përgatitur për luftë. Autoritetet në Ferizaje kanë përforcuar emergjencën me staf e autoambulanca, si dhe kanë transferuar aty pajisjen nga qendra të mjekësisë familjare. Nga ambulanca në fshatin Softaj është larguar edhe aparati i oksigjenit. Drejtori i shëndetësisë në këtë komunë Kemal Emini tha se zhvendosja u bë shkaku i zhvillimeve globale. Duke e marrë parasysh situatën globale, politike dhe ushtarake, e kemi bërë një konfigurim të brendshëm duke i mbledhur përkohësisht disa aparate nga terreni me qëllim të forcimit të shërbimit emergjent 24 orësh. Përveç pajisjeve, ky forcim përfshin edhe shtim të stafit dhe autoambulancave në dispozicion. Por ambulancës në fshatin Softaj këtë javë ju morën edhe pajisje jo emergjente, si ato për kryerje në analiza biokimike të rentgenit për dhëmb. Drejtori Emini e dha një justifikim tjetër për shërbimet nga të cilat janë privuar rreth 5.000 banor. Nuk kemi teknik të mjaftueshme të rentgenit, madje jo mjaftueshëm as për CMF në qytet. Kjo për shkak të numrit të vogël të stafit në sektorin e mjekësisë primare. Opozitarët në Ferizaj thanë se asnjë arsye nuk është dhënë nga autoritetet lokale për largimin e pajisjeve nga qendra e mjekësisë familjare në Softaj. Nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare nga drejtori i shëndetësisë pse janë marrë këto aparatura. Siç e dim, kjo QMF nuk është ndërtuar nga komuna e Ferizajt, është ndërtuar nga Katori dhe nuk është se kemi por ndonjë marrëveshje siç ka thënë drejtori i shëndetësisë në këtë rast. E kryetari i fshatit Softaj, Fadil Lepovica, është shprehur i shqetësuar për këtë zhvillim. Ai paralajmëroi protesta nëse pajisjet nuk kthehen në ambulancë. Po nisën për fshatit Softaj, i ka dikon rreth 7 km deri në qytet, por Ravica i ka dikon rreth 10 km. Për arsye se 5.000 banor e marrin shërbimin këto, dhe këto aparatura ndikojnë shumë negativisht për marrjen e shërbimeve në qytet atje. Dhe kjo është shumë shqetësuese për faktin se banorët janë të interesuar që të gjithë së bashku të këtu fshatra ta bëjmë edhe një protest si këtu para kësaj qendrës mjekësisë familjare, gjithashtu edhe në QMF në Ferizaj. Në mungesë të pajisjeve që janë zhvendosur në emergjencë, banorëve të 5 fshatrave do të duhet të udhtojnë deri në 10 kilometra për të marrë shërbimet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj.